Riktheje po. Një fjalë goje, po ti merr për si për to, se ke bërë gjëra Shko tani, do të thënë, për gjithë ata që na ndjekin. Gjeniu i vogël, këngët e shekullit. Këngët e shekullit në fakt ato janë sa herë duhet ta thuash atë. C'est la vie, maratona këngës popullore. Tani më fal tani, gjithë ato spektakle. Nuk është ti edhe një të kishe nga këto. Pse ti të thoshe, Pandi Laço ka bërë vetëm këngët e shekullit. Ti e kishe arritur Pandi në karrierën tënde, vetëm kaq. Do të thënë, dimensioni pastaj shtrihet. Të falenderoj për Po jo, nuk është fare për falënderim, sepse... Jo, po unë të falenderoj që ti ke arritur në disa, le të themi, kthina të brendësisë time, të shpirtit, siç ishte edhe ajo historia e zborit, që unë s'kam dashur ti rrëfej. Dhe vërtet që do ta ruaj këtë bisedë si një nga bisedat më të bukura dhe le ta quajmë më si vit të mijat. Kjo është histori pa zhurmus. Se ti ke me zhurmus. Dhe një gjë tjetër, tani ti nuk e shikon Sanremon? Se e ke deklaruar? Dëgjoj, tani të them që kam interesin e Sanremos dikurshëm nuk e kam, sepse me këto le të themi ritme dhe që ka jeta sot, ndoshta nuk je aq i lidhur me televizionin. Kjo mund të jetë një arsye. Po një arsye tjetër është që vetë italianët nuk e shohin Sanremon si dikur. Që kanë arsye shumë të forta, domethënë. Po ti se shikon fare apo? Jo, e shikoj thjesht për si vjen sigurisht edhe e shkej, sikur kishte ndryshime. Jo, absolutisht. Ndoqa, më tepër ndoqa natën e fundit pak, kam ndjekur dhe këngët që janë prezantuar edhe në netët e tjera, por unë jam për një tjetër lloj formati, sepse sot edhe producentët e Sanremos synojnë shumë drejt show-ut, nuk synojnë drejt një manifestimi muzikor, le ta quajmë siç ka qenë dikur. Me orë të gjata transmetimi është kthyer diçka komerciale. Gjetja jote ishte ajo e Chris Rees? Po. The Road to Hell. Po jo, ka qenë një Oberge. Oberge ka qenë albumi. Oberge ka qenë albumi dhe kënga është The Road to Hell. Sigla muzikore. Po jo, edhe aty që kërcente Adi Krasta me ato pratë. Po. Ajo shishes, është dihet ajo, do të thënë, ajo shishes, po. Ajo është filmuar në shtëpinë time. Te shtëpia jote? Po ku do filmonin? Ku do filmonin? Rrugë Durrësit kur kam ndonjëherë aty. Tani i kthehemi edhe një herë kësaj për ta mbyllur, se jemi në fund të do të thënë unë do mendon që nuk kemi bërë të lodhshëm edhe të invadent për publikun? Nuk e di nga të ruhem nga xhelozia e miqve apo smira e armiqve. Nuk e di çfarë është më hidhur, mashtrimet e ëmbla të së dashurës apo cimbisjet e gjyshës me Alzheimer. Nuk e di për çfarë ti mbyll veshët, për përkëdhelirat e në punësve të taksave apo ankesat e fqinjës bjonde. Ke gjithmonë një kështu. Nuk e di cila ngjyrë më pëlqen, e kuqja e gjakut që rrjedh apo e verdha e një veze omelet. Prandaj, zbulim në këtë moshën tënde, ky është Mall Bulevard nga Pandi Laço. Tash është botuar, po ato janë le të themi akumuluar në kohë. Tani për ta mbyllur fare, se folëm për babin dhe maman tënde, po për bashkëshortën tënde s'folëm fare. Fabiola. Po, Fabiola është një njeri i angazhuar në aspektin social. Kemi mbaruar shkollën bashkë, kemi mbaruar studimet gjuletërsi bashkë, jemi njohur në kursin e romanishtes me të. Romanisht? Po, sepse në atë kohë kanë qenë këto gjuhët e veçantë, të rralla quheshin. Po mirë, por veç anglishtes. Absolutisht, po. Domethënë në fakultet ne bënim, unë kam bërë rusisht bile. Unë kam bërë rusisht, po. Amerikan bërë rusisht. Po kush të dënoi kështu? Babai. Po pse? Sepse baba ishte i formuar me letërsinë ruse. Dhe i shkoi ambasador. Po, ai e njihte rusishtën shumë mirë. Po. Dhe në momentin që unë duhet të zgjidhja shkollën dhe gjuhën, mund të shkoja ose tek shkolla Fanoli, që kishte anglisht, ose tek shkolla Oxhatasim, që kishte rusisht. Të dyja, le themi, diku
të baraslarguara nga banesa ku ishim aty. Por i matë tha, dëgjoj, ti do shkosh rusisht, tha, tër këtë bibliotekë që ka mund, tha, kush do ta lexoj, tha, kush do ta trashëgoj. Dhe vazhdova rusisht. Nuk po them që është fat i keq, por që Sa vjet deri babai ambasador në Moskë? babai nuk e plotësoi atë mandatin sepse problemet shëndetësore detyruan që të Kë personalitet takoi atje? edhe Putini. Putini ka po. Ka takuar Po Putin. sepse kur ti merr Po kishte një bisedë në nuk e di. Në impresion Është një foto me Putinin që e kam në shtëpi, po. Tregoi babi në diçka? Se ai ka një histori. Jo, i mat kur ka shkuar si një figurë ekuilibruar që përveç pjesës politike, E vërtet është kjo. i nje edhe ekuilibrat se si janë botror, geopolitike, dhe mendoj që kjo ka qenë një nga arsye. Se dërgoi Berisha. Ishte president Berisha. Po, në atë kohë. Edhe kjo është historia e... Shkuat në njërë, ti shkove në njërë në Moskë? Po. Ku kështë bërë? Ishte fati për ta vizituar. Sa herë shkove? 2 herë. 2 herë? Po. Ke besoj, ke shijuar atë pjesën që ja vlen, do të pjesa... Do të pjesa turistike, po themi, si një turist. Okej, jo vetëm që kjo intervistë unë për vete shijova shumë dhe nuk është e mërzitshme, por jam kënaqur shumë duke zbuluar shumë gjëra nga Pandillaço, sepse ti synon të zbulosh të atyre artistëve, të atyre me zhurmus, pa zhurmus, po për vete jam shumë i kënaqur që zbulova disa gjëra. Leve ca gjëra pa i zbuluar, por zbulova disa. Mbi të gjitha këtë talentin tënd, si thoshim atëherë, talenti pa zbuluar. Si ishte ajo? Talenti pa zbuluar. Ky është talenti pa zbuluar, po ti e ke zbuluar talentin. Dani, faleminderit që ti ke gjithë këtë stim për mua dhe që ke zgjedhur poezitë e mia për t'i sjell sot edhe për të më ftuar mua